Ky emision mundësohet nga AG Meridian Joinery, Midea, Flux, Bora, Perfetta, Green Garden Foods, Erpilic, Sleepy, Doa, Shkrela Olive Oil, Optika Simoni. Ky emision përmban vendosjet produkteve. Përshëndetje edhe këtë të diel. Jemi bashkë me një mysafire timen, për herë të parë më vjen në shtëpi dhe për herë të parë e ftova në emision. E ftova për shkak se njerëzit për të thonë, është e qartë, është burnore, është legend, është sy fort, është gjithçka është. Por, ajo që më pëlqen është shumë profesioniste dhe atë çka e mendon e thot. Sot, miq të nderuar, për ju, njëra nga deputetet më të zëshme të parlamentit dhe njëra nga gratë më të fuqishme të Kosovës, Ganimete Musliu. Mirë se erdhe, Gane. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë, fillimisht për mikpritjen në shtëpinë tuaj, pastaj edhe në emisionin tuaj, është kënaqësi të jem. Si je? Mirë jam. Je lodhur? Jo, nuk jam lodh, ndoshta ka njëherë e kemi një farë presioni më të madh, po më lodh nuk jam lodh. Ditën kur lodhna do ndalem, sepse besoj që tash nuk e kemi luksin më lodh. Është koha kur mas shumë të na duhet energji dhe aktivitet, edhe prezencë, edhe punë, edhe përgjithësi, prandaj nuk guxoj me u lodh. Nuk e kam plan. Kur i kam tregu miqve dhe të njohshmve, do ta thras Ganimete Musliu në emision, njeni ma pat bo shumë e qartë është. Tjetri shumë o legend, tjetri shumë burnore, shumë sy fort, shumë ashtu. Thash, zgjedhje praktikisht shumë të mirë pas kam ba, edhe po më vjen mirë që ke gjetë kohë me arse e di sa të ngarkum jeni në këtë periudhë, por të falemderit për kohën që po ja jep shikuesve të mi. Para se të fillojmë me muhabetin, ne miq të nderuar se e kemi tradit, e kemi dokumentarin e përgatitur nga Ben Apolloni për Ganimete Musliu. Ganimete Musliu ka lindur më 23 shkurt 1979 në një familje nga Baksi i Skenderajt. Ajo u rrit në një periudhë sfiduese për Kosovën, ku shkollimi dhe formimi personal shpesh kërkonin shumë sakrificë. Arsimin fillor e kreu në Qirez, ndërsa shkollën e mesme në Polac të Skenderajt në vitet e vështira të 90-ta. Më pas, studimet universitare i vazhdoi në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Filologjisë, Drejtimi, Gjuhë dhe Letërsi Gjermane. Angazhimi i saj politik nisi herët, paralelisht me formimin profesional dhe qytetar. E përfshirë që nga themelimi i Partisë Demokratike të Kosovës, ajo kaloi në për të gjitha hallkat e organizimit partijak, nga strukturat rinore deri në nivelet më të larta drejtuese. Fillimisht si sekretare dhe nënkryetare e Rinisë Demokratike të Kosovës në Skenderaj, më pas si sekretare e përgjithshme e Rinisë Demokratike të Kosovës për 8 vite dhe antare e kryesisë qendrore të PDK-s. Në nivel lokal, ajo shërbeu si këshilltare dhe shefe e kabinetit të kryetarit të komunës së Skenderajt për 3 vite, si dhe si antare e Asamblesë Komunale dhe e Komisionit për Politikë dhe Financa. Përfshirja e saj në jetën publike u reflektua edhe në aktivitete kulturore, si antare e bordit organizativ të festivalit tradicional Rapsodia Shqiptare. Karriera parlamentare e Ganimete Musliut është ndër më të qëndrueshmet në politikën kosovare. Ajo është zgjedhur 7 herë radhazi deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe konsiderohet njëra nga 3 gratë më të votuara të PDK-s. Në mandatin e saj të parë u zgjodh kryetare e grupit të deputetëve të rinj, duke dëshmuar mbështetjen për përfshirjen e brezit të ri në vendimarrje.
Për gjatë viteve, ajo ka mbajtur role të rëndësishme parlamentare, veçanërisht në fushën e sigurisë dhe inteligjencës. Ka qenë 4 vite kryetare dhe 3 vite nënkryetare e Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, si dhe ka mbi 12 vite përvojë në Komisionin për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes. Aktualisht është antare edhe e Komisionit për Administratë Publike, Digitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal. Përtej politikës së brendshme ka përfaqësuar Kosovën në konferenca ndërkombëtare në Bruksel, Vjenë, Berlin, Bern dhe Washington, ku ka trajtuar tema që lidhen me demokracinë, zhvillimin institucional, rolin e grave dhe të rinjve në politik, si dhe çështjet e sigurisë dhe inteligjencës. E certifikuar nga institucione prestigjioze si National Democratic Institute, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe Management and Development Association, ajo ka ndërtuar një profil të fortë në leadership politik, komunikim publik dhe menaxhim institucional. 8 herë zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët, një mandat në nivel lokal dhe 7 mandate parlamentare, mbetet një nga figurat më aktive, më të drejtpërdrejta dhe më të zëshme të skenës politike në Kosovë. Një profil që vazhdon të ndërtojë ndikim përtej mandateve dhe përtej politikës ditore. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një politikane me qëndrime të palëkundura që interesin e qytetarit, e shtetit e ka mbi të gjitha, Ganimete Musliun të gjithë e kanë në maje të gjuhës. E pam dokumentarin e përgatitur nga Ben Apolloni, bajagi kemi pas vështërsi dhe sa kemi gjetë biografin tënde të plot, por tash do të ndalesha edhe në vërtet do të filloja prej fëmiris. Ku ke lindë, si ka qenë fëmiria, sa fëmi keni qenë? Para se të ndalëm të fëmiria ime, më lejo t'i përshëndes miqtë të tu, të cilët kanë bërë një përshkrim për mua, kur ju i keni tregu që jam në emision dhe i falenderoj shumë për vlerësimin. Megjithatë, dua të them se jam vërtet e drejt për drejt dhe jam do më thonë konkrete, sepse ndjehem e lirë. Dhe në momentin kur ndjehesh e lirë, je ajo që je, nuk e nevojë për filtra. Sa i përket fëmirisë time, jam lindë në fshatin Baks, komuna Skënderaj, nga 2 prindër të cilët nuk jetojnë më, nuk janë në jetë. Jemi 6 motra edhe një vlla. Jemi rritë mes fshatit dhe qytetit, me që dajat i kemi pas në Mitrovic, ndërsa vetë jemi të Drenicës, dhe më thonë është një kombinim shale Drenicë, ndërsa edhe kjo është pak të genet që i kemi trashigu. Kështu që fëmiria ka qenë si çdo fëmirie moshatarëve tanë, do më thonë kohës time, nëse nalim e shikojmë anën ekonomike të baba, do të thotë kemi pas jashtëzakonisht mirë, sepse agjallarët kanë punu në atë kohë në Sloveni, nuk na ka mungu asgjë. Ana Skënderajt kryesisht ka emigru në Sloveni. Mund të me thonë do shta. Po ndëgjo, këtyne herë kur kanë dalë në migrim, besoj sikur edhe tash, e kanë ngrejnë njani tjetrin. Edhe pastaj ka shku dikush për fillim atje, pastaj i ka tërhek të tjertë, edhe kështu që kanë pas një lloj krahu me zveti, kisha me thonë. Po në atë kohë, do më thonë, ekonomikisht nuk na ka mungu asgjë, sepse përveç të ardhra financiare që kemi pas nga Mergata, kemi pas edhe mjaftueshëm punë të shtëpisë që ka qenë, do më thonë, kemi pas toka mjaftueshëm, kemi pas bakti, kemi pas gjitha çka i takojnë një fshati, kështu që sa i përket anës ekonomike nuk kemi pas asnjëherë asnjë problem deri në vitet e 90-ta kur u bë krizë për gjithë, është bë edhe për neve, por si fëmijë nuk na ka mungu asgjë. Kemi pas një relacion të jashtëzakonshëm, e thash edhe një herë, edhe me qytetin për shkak të dajave, pavarësisht se nanën e kemi humbë shumë herët, do më thonë, unë kam qenë në moshën 1 vjet e gjys kur e kam humbë nanën, por megjithatë, lidhjen me dajat e kemi pas deri, do më thonë, e kemi pas të shëndosh edhe e kemi pas të shpesht, kështu që një periudhë të kohës gjatë fëmirisë e kam kalu edhe në qytetin e Mitrovicës, për çka dhe jam emocionalisht jashtëzakonisht shumë e lidhur, dhe kjo ndoshta më ka ndihmu shumë që mos me pas pastaj barriera edhe në zhvillimin tim, sepse kam jetu në mesin e 2 botrave, edhe qoftë në fshat, qoftë në qytet.
Dhe i kam kombinu bukur mirë, i kam marrë vetëm gjanat e mira që kam u kanë dash dhe thamë që kemi pas një jetë mirë. Më trego shkollën fillore, ku e kreve? Shkollën fillore, po. Jo, nuk ka pas shkollë fillore në Baks. Shkollën fillore kam kryu në fshatin Qirez. Qirez është bashkësi lokale që përbohet prej 6 fshatrave rreth Qiqavicës. Kemi udhëtu ndoshta gjysore, 40 minuta, pavarësisht që kanë qenë rrugtimi ka qenë i mundimshëm për kohën tonë kur kemi qenë fëmijë, sepse nuk ka pas rrugë të rregulluara siç janë sot, nuk ka pas transport, është dashur me shku në kamë dhe me u kthy. Pastaj pas shkollës fillore kemi shku në shkollën e mesme në Skënderaj, por me që ka qenë koha e okupimit, neve na patën debu nga objektet shkollore dhe kemi zhvillu mësimet në fshatin Polac. Edhe aty është dash gjithmonë një orë anej, një orë kënej në kam më shku, por me gjithat nuk kemi dur. Ka qenë shumë e vështirë, rrugtimi ka qenë jashtëzakonisht i vështirë për me shku në shkollën e mesme. Përkundër problemeve tjera që kanë qenë, do thotë, për shkak të serbëve, gjana tjera të pushtuesit, edhe rrugtimi si rrugtim në vete ka qenë bukur i ranë, sepse është dash me shku me zgjedh rrugën më të shkurt, që u dash me kalu në për male, për me shku deri te shkolla në Polac. Dimër e verë, dhe që është ma e keq që nuk ka pas shumë vajzat cilat e kanë ndjek shkollimin e mesëm, është dash me gjetë edhe miqtë dhe dashamirët me cilët kemi udhëtu, sepse rruga gjatë rreziqet gjithmonë permanente, për çka du me shfrytzu rastin edhe me i falenderu ata djemë me cilët unë kam udhëtu gjatë shkollës mesme, të cilët kanë qenë jashtëzakonisht kujdesshëm, më kanë qu deri te dera oborrit dhe kanë prit deri sa ka dal baba i mindjer atëherë që me qenë sigurt që unë po shkoj në shtëpi sigurt ose edhe më kanë marrë gjatë ditës, po jam shumë i njohur se ndoshta pa ndihmën aty ne do ta kisha pas edhe problem me viju shkollimin për shkak të vështirësive që i kemi pas. Këtu do të kthehesha përsëri disa vite më herët. 1 vjeç e gjysmë më tha që të ka lënë nana. Kush është kujdes? Baba tash është me gjithë ata fëmijë, ka mbet vetë. Ke pas gjyshe në shtëpi apo dikë? Po, na kemi jetu në bashkësi familjare, ka qenë gjyshja dhe do të thot edhe gjallartë, po për mua është kujdes, do më thonë janë kujdes motrat që kanë qenë më të mëdha, unë kam qenë fëmiu më i vogël, edhe janë kujdes motrat e mia, kështu që sa i përket kujdesit, veshmbathjes, ushqimit dhe kujdesit për një fëmijë, mu s'm ka mungu asgjë, do thot, sepse vërtet unë jam jashtëzakonisht mirënjohëse motrat mia, të cilat kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në rritjen time. Sa keni pas diferencë me motrën më të madhe? Gati 16 vjetë kemi pas diferencë. Po mirë, me gjithë atë... Por në atë kohë motra madhe ka qenë e martuar. Wow! Do më thonë, dhe motrës treti ka ra me marrë... Me kujdes për. Motra e tretë është kujdes për mu, dërsa motra e 4, gjithashtu kemi pak diferencë në moshë 7 vjetë. Ajo ka pas një rol tjetër në familje, ajo është kujdes, pastaj në një fazë më të vonshme, është kujdes për ekonominë tonë. Ju ka dasht me migru shumë herët, me ndërprej shkollimin këtu, me migru jashtë vendit me shku në Gjermani, me na ndihmu neve, do më thonë vitet e 90-ta që i përmenda, i ka lanë studimet në Prishtinë, ju ka dasht me migru jashtë vendit. është kujdes deri sa ne jemi bërë gjithë sot e vetit nëse kësha mujtë me qujtë kështu. Pastaj ajo ka vazhdu shkollimin, ka studiu dhe ka magjistru në 3 drejtimet në Gjermani. Dhe kështu që e ka plotësu vetën ashtu si që ka dash në një farë forme. Mirë, po ka bërë një sakrificë jashtëzakonisht madhe. Kjo është gjë shumë e bukur. Se ka qenë një kohë, do më thonë, kur ne kemi pas një kujdes të jashtëzakonshëm për vllaun atë kohë, me që e kishim vetëm një vlla, e din traditat që shkanë qenë, dhe është dasht motra e tretë me sakrifiku që e 4 në këtë rast që me shku në Gjermani, atje është shkollu edhe kështu që na ka ndihmuar gjithë. Sot jam këtu ku jam, falë saj, falë kontributit saj, edhe falë trasimit një rrugë, sepse ka qenë shumë... E rëndë. Jo, e kam fjallën, ka qenë shumë motivuese,
po foli për motrën e 4, ka qenë shumë e guximshme, ka qenë shumë aktive në jetën shoqërore në Kosovë në atë kohë, deri në momentin kur i është dashur me ndërprej për shkak të migrimit jashtë vendit. E pa që këtu nuk kishte më kushte për shkollim, nuk ishte rehati, atëherë ju ka dashur me dalë dhe vjen mirë që është ka pak qenë të rrugën mirë e që drejtë. ka vazhdu edhe atje. Në realitet është një rast, ose do të thoja, në vende tjera do këshim marrë për një storje suksesit jashtëzakonshme, sepse të shkojsh në një vend të huaj nga një fshat i thellë, do më thonë i Skënderajt, në vitet e 90-ta si vajzë e re, të shkojsh në Berlin, E ty në marrë një parasysh metropol, që vetëm me letra komunikoj ose me ndonjë telefonat me mujt e tana, po me prit me orët e tana para receptorit për me mujt me marrë lidhjen, nështë ta kena prit me 7-8 orë, 10 orë, fillimisht me shku prej fshatit tem në Skënderaj, me pas qasje të telefoni, pastaj me prit 7-8 orë, mos me mujt fare me janë i zonin dhe mu këthy mrapa pa full telefon. Kanë qenë sfida të jashtëzakonshme. Por megjithatë, unë jam jashtëzakonisht krenare për të, sepse ka qenë një udhërrefys për mu dhe sot, nëse unë jam këtu, ajo ka meritat kryesore pse unë jam këtu. Ma thuaj një kujtim të fëmirisë që e mban kështu si të lezetshëm, që një kujtim të gëzueshëm të fëmirisë. Kam kujtime shumë, po kujtimet më të mira mbesin ato kur është mbledh familja. Do thotë që ka vite shumë gjatë që s'ka mujt më mbledh ma e gjithë familja dhe nuk e ka kuptimin e njej dhe s'kemi me mujt asnjëherë ma me mbledh në atë përbane, sa kemi pas edhe babën gjallë. Dhe më thonë, ato kanë qenë momentet më të mira, unë edhe sot e kësaj dite i kujtoj me nostalgji, rrëfimet që na i ka tregu baba, për shembull mas darkave, kur jemi mbledhë si familje, bisedat që i kemi pas, edhe sot i kam shumë këthjelta. Atë kujtohet diçka që ju ka rrëfy baba, ndonjë prallë, ndonjë tregim, ose ndonjë ndodhi që i ka ndodhur? Tregohen shumë gjana, po nga njëherë për lana me baba. Se baba më ka thonë që shqiptarët janë besnik, shqiptarët janë punëtor, shqiptarët respektojnë gruan, shqiptarët... Ka njerë po hasë në kontradita dhe përtha mërë babë ku janë. Baba, më që po ndër. Dhe më kujtohen këto detaje, thjesht bisedat me babën dhe bisedat me familjen, për mu kanë qenë shkollë, kanë qenë tregimet cilat na jemi rrit me to edhe kanë qenë mësime në praktik, nuk kanë qenë mësime pse i kemi pa dikun në një film ose në teatr me në shfaqe, për i kemi jetu që do ditë dhe janë mësime të mira, definitivisht që mu më kanë ba me qenë kjo që jam sot. Mirë, atë kujtojnë ndonjë ndodhi që praktikisht është e dhimbshme, përpos s'ti ke qenë e vogël, nuk e mban mend, se nuk e besoj që e mban mend humbjen e nanës, por ndonjë ndodhi që është e dhimbshme për ty ose edhe për familjen. Tani, është e vërtetë ajo që thatë se unë nuk e mbajnë mend humbjen e nanës, por humbja e nanës më ka shoqëruar të një jetën faktikisht, sepse e kam ndje mungesën edhe në festa, në gëzime, edhe në hidhrime, kër e kom pas, edhe në sfida. Dhe normal, ato janë kujtime ndoshta ma të rana. Për shembull, unë nuk di me interpretu se si ka qenë dita dhe momenti kur unë e kam humbë nanën, por unë thjesht e kam manifestu mungesën e saj edhe frikën pastaj të humbjes se njerëzve tjerë të afër. Për shembull, ka qenë një kohë shumë e gjatë që unë s'kum tash mu nda asnjëherë nga motra ime treta, e cila është kujdes për mu. Qoftë edhe gjatë pauzës ditës. Ke pas frikë mos po e humbë. Sakt, qoftë edhe gjatë pauzës ditës kur më kanë qu me fjetë ose diçka, unë kum dash që ajo me bë gjumin sa kum bë unë, sepse në momentin kur ajo ka dash më të rjekur, ka mendu që po e humbë edhe ata. Dhe më thonë, këto janë momentet të hidhura, kësha më thonë, dhe që më kanë shoqëru për një kohë gjatë, derisa unë vërtet e kam kuptu jetën edhe realitetin dhe kam kuptu që një ditë jeta ka është një proces që fillon edhe mbaron, por muj me thonë që humbja nanës po kalon gjurmë dhe më ka shoqëru në shumë etapa tjetës. Zakonisht njerëzit kur e kanë ndonjë hall, thojnë nan. Ti çka ke thënë kur e ke pas ndonjë hall të? Në realitet, instinktivisht e kam thënë edhe unë ata. Nuk kam thënë diçka tjetër,
Por jam shumë rinjosë dhe falenderuese edhe babës, i cili ka qenë një krah shumë i fortë. Na ka mësu që mos me u dorëzu, na ka mësu që kur gjë në jetë nuk fitohet lehtë, na ka mësu që gjanat që i fitojmë duhet me ditë me i rujt shumë, dhe na ka mësu me ecë me kokën lartë. Dhe me e pyet vetën dhe ndërgjegjen për gjanat që i bajmë. Momentin që ne kemi ndërgjegjen e qetë dhe kemi qetësim brenda vetes, atëherë mund të vazhdosh tutje. Na ka mësu që asnjëherë gjërat që nuk kemi qef me na i bë dikush, mos mi ja bë dikujt, në aspektin me lëndu dikan pa të drejtë ose me pengu dikan në punët e tia, dhe thjesht në shumicën e rasteve ka qenë baba ajo shtylla kryesore që neve na ka marrë pavarësisht angazhimeve të mëdha që i ka pas rreth mbajtjes së familjes, sepse ti kesh 6 fëmijë, të gjithë pothuajse në moshën minore, nuk ka qenë absolutisht e lehtë për të, por megjithatë unë mendoj që ka arrit suksesshëm me menaxhu situatën dhe ka arrit suksesshëm me na majt në rrugë drejt dhe me na përkra maksimalisht mbi të gjitha, se me mujt me i përkra ose me gjithë gatishmërinë, me gjitha ato probleme që i ka pas, me arrit ti me i përkra vajzat pa dallim, që mos me pas dallime gjinore, sikur sot unë sot kur i ndëgjoj Gjeri temat për të drejtat e grave dhe të vajzave, mu më duken pak klishej këtu gjana, sepse në familjen time nuk është diskutu asnjëherë se ka ma shumë të drejta djali se sa vajza. Ne jemi trajtu barabar, përkundrazi shpeshherë ndoshta kemi qenë më të privilegjume dhe më të përkrahura se sa edhe vllau. Kështu që kur i ndëgjoj sot, nuk e gjej veten te diskutimet, nuk tham që nuk e gjej veten te puna për të shtyr përpara ato procese. Por te diskutimet që në shumicën e rasteve janë bë klishe dhe bëhen si për mod, nuk e gjej veten asnjëherë. Sepse unë mendoj që për të drejtat e grave, që vetë fjala të drejtat e grave, kur thuhet, mu më pengon kjo, se jam rrit në një familje që të drejtat janë të drejtat njerëzit, si për vajzat, si për djemt. Dhe në momentin kur ne ekskluzivisht i ndajmë këtu gjana, na sikur po e promovojmë qatë ndarjen, sikur po e promovojmë që grave duhet m'i avdhon drejtat, se ato s'kan të drejta. Dhe nuk e gjej veten shumë këto diskutime, prandaj po tham, baba ka qenë fuqia më e madhe, ose ndihmesa jonë më e madhe që me ecë përpara me kohën. Unë mund me thënë që ti babën e ke pas shumë përparimtar, edhe ke pas pat që ke jetu në një familje e cila nuk ka bandasi në djem edhe vajza, por ka shumë familje që me gjithate, sidomos kur ka qenë punat e shkollimi, ma përpare e është dhanë prioritet djalit të shkojnë në shkollë, se sa vajzave. Unë pajtohem me këto, po tash nëse unë edhe ju edhe elita që i thot vetit, shumica, ne e koncentrojmë debatin, të jepja të drejta të grave, këtu më pengon mu. Na du të punojmë në të drejtat e njeriut. Që të trajtojmë barabar, si njerëz në rëndë parë, sepse të drejtat e njeriut janë si për gratë, si për vajzat. Dhe sakt pajtona plotësisht nëse dikuj i bëhet pa drejt, që ne mi ndihmu ligjerisht me mbrojt. Këtu pajtona plotësisht. Po ekskluzivisht ta konsumojmë energjin duke u thirrë se pjudhon të drejta grave, kjo më pengon. Unë jam që çdo grua të merr hapësirën e vet. Sakt. Edhe jam që çdo grua të ketë qasje në vend të punës, në shëndet, në arsimim, do të thotë të gjitha t'i ketë të qasshme. Dhe si te ka buxhetin e vet, unë jam gjithmonë për pavarësinë ekonomike të gruas. Si e ka pavarësinë ekonomike dhe e ka kulmin e vet mbi kokë. Aty nuk ka më dilemë se ajo do t'i fitoj vetë të drejtat e veta. Nuk ka nevojë kërkush me luftu për të. Unë mendoj që edukimi është baza e çdo gjëje. Prandaj edhe mundohem në çdo paraqitje time që t'i këshilloj sidomos vajzat e reja, që t'investojnë shumë në edukim. Në momentin kur ato kanë një edukim cilësor, ato padyshim se do të bëhen të pavarura ekonomikisht. Në momentin kur ato
nuk arrin të shkollohen, të edukohen në mënyrën e drejtë dhe të duhur, ato nuk do të arrin të jenë të pavarura ekonomikisht. Gjithmonë do të jenë të varura nga dikush dhe automatikisht duke qenë të varura ekonomikisht, ato do të jenë edhe të nënshtruara. Prandaj këshilla ime është që të investohen në edukimin e vajzave, në shkollimin e vajzave. Shkollim cilësor, në edukim të mirëfillt dhe e ke kry misionin. Absolutisht. Në momentin kur gratë dhe vajzat e arrisin nivelin e lartë të edukimit, ato janë të pavarur, ama e kanë lirinë, sepse liria si liri është një dimension shumë i gjanë. Nuk mjafton me ka një lirë vetëm prej pushtusit. Dhe me ka një lirë në mendje mas pari, në shpirt, pastaj edhe në kërkesa dhe në veprime. Nëse nuk arrin me pas lirin shumë dimensionale, atëherë nuk kime arrit asnjëherë që të ecësh përpara. Kështu që gratë dhe vajzat, unë edhe sot i tham, edhe vajzat të reja që duhen me u merr me politikë. Politika është sfiduese për burrat, e lere më për gratë. Unë e kuptoj sepse absolutisht nuk jemi në një terren të barabartë. Por megjithatë, nuk do të thotë që vështërsitë që i kemi në politikë, me shfaq si pengesa që mos me guxu gratë e reja ose vajzat e reja më merr me politikë. Por gratë dhe vajzat e reja që duan të merren me politikë, duhet të punojnë shumë e vetën. Mos bin pastaj prej e presioneve, mos bin prej e linçimeve, paragjykimeve. Në momentin kur je fytyrë publike ti paragjykohesh. Paragjykohesh, linçohesh, Luftohesh, kritikohesh, gjitha tjera. Punojnë bryllat, punojnë në skamza. A duhet ndalemi ne pse na paragjykon dikush në momentin kur je i vetëdijshme se ti duke bë punën mirë? Jo. Prandaj gratë dhe vajzat e reja që duan të merren me politikë, duhet shumë të punojnë me veten. Të jenë të përgatitura, sfidohen dhe mos presin ju fal dikush pozita. Absolutisht. Shpesh herë na ndëgjojmë krijon një hapësirë. Ç'është hapësira? Hapësirën e krijon vetë. Ç'është hapësira? Mirë, po në momentet kur një grua, se tani filluam një debat, ta falni mi të nderuar, po u kënaq mua, do të rikthehemi me një sa, po ta sqarojmë edhe këtë gjën e vogël, se kur gratë nuk e kanë hapësirën, atëherë gratë tjera mundohen t'ua krijojnë hapësirën. Unë të falenderoj shumë që çele këtë temë dhe do të më pëlqente që ta vazhdoja këtë muhabet në një rast tjetër, por tani kthehemi te vetë Gania, të flasim për Ganën, për shkollën e mesme dhe pas shkollës mesme. Në shkollën e mesme si e kishe? Jam regjistruar në shkollën e mesme me pak vonesë. Thash edhe njëherë për shkak të gjendjes e cila kam mbretëruar në atë kohë, sepse ishte sfiduese udhëtimi për me shku në shkollë. Atëherë ka qenë e pamundur që prindi me të marrë me të çu çdo ditë shkollë dhe me të marrë për shkollës. Mbështetjen më të madhen për vazhdimin e shkollimit, sepse është e dhimbshme me thonë, por është realitet. Momentin kur unë kam përfunduar shkollën fillore, Xheri, domethënë që ka qenë klasa 8 atëherë, kemi qenë 8 nga lagja jonë, kemi qenë 8 veta, djem edhe vajza. Si kur të vazhdonim gjithë shkollimin, do t'ishte shumë ma e lehtë, sepse ata që ishim shkollën fillore, vazhdonim me shku në shkollën e mesme dhe udhëtimi bashkë dhe shoqënimi bashkë dhe e kishe sigurinë. Mirë po, fatkeqësisht, në atë kohë prej 8 vetave, isha vetmja unë që vazhdova shkollimin. As djem as vajza? As djem as vajza fatkeqësisht. Pse? Sepse djemt... Situata ekonomike? Djemt u mershin me punë, u dashke me siguru ekzistencën. Vajzat ishte krizë, kishte paragjykime shumë të mëdha, është luftë ku pëdojnë vajzat me shku në shkollë. Ju e dini që të nej pak ma herët kanë fillu këto gjana. Dhe në një farë aspekti e kisha probleme edhe me kërku të drejtën time me shku në shkollë. Ka qenë tash prap këtu kthehem te mbështetja e jashtëzakonshme e motrës, e cila pa të shku në Gjermani në atë kohë, e cila gjente gjithmonë mundësinë që me motivu edhe me mshty përpara që unë m'ja fillu me shku në shkollë. Dhe në atë kohë mu ka dash me udhëtu, për shkollën e mesme, mu ka dash me udhëtu vetëm me djem të lagjës tjetër të fshatit.
Por thash edhe njerë, unë jam jashtëzakonisht mirënjohëse se pa ndihmën e tyre ndoshta isha demotivu edhe isha lodhë edhe isha frigu edhe gjana tjera dhe ndoshta sot nuk isha këtu ku jam. Po thjesht ka qenë mas pari besimi i babës tem, që unë munde, ka qenë mbështetja e motrës, kështu e jashtëzakonshme, mos më thonë insistimi sajna, se jo vetëm mbështetje, po insistimi që unë në asnjë rrethon mos me ndërprej aty shkollimin. Dhe pastaj ka qenë edhe ndihma e aty në djemve me cilët kam bashkërrugtu, që më kanë ndihmu shumë. Tani, kur kemi shku në shkollën e mesme, unë e kom pas një fat shumë të mirë, se në klasën time kanë qenë, do më thonë, ma shumë se gjysma e nxansave, kanë qenë fëmijët profesorave, që na kanë dhënë mësim, të cilët kanë ardhur prej Skënderajit, kanë ardhur Polac me ndjek mësimin. Dhe për fatin e mirë, edhe atëherë kemi qenë 16 vajza në klasë e 15 djemë. Dhe më thonë, ka qenë shumë inkurajuse ajo. Dhe muj me thosë sot që unë jam shumë krenare me gjithë shokët dhe shoqet e klasës shkollës mesme, që gjithë sot janë të arrirë. Gjithë janë mirë me profesionet, gjithë janë të pavarur financiarisht, gjithë janë në nivelin e kënaqshëm të jetesës dhe secili në fushën e vet është model. E kemi pas fatin e keq sepse një nga shokët e shkollës është vranë në luftë. Dy më fal. Njëri kishte dje për vjetorin dhe ishte pak e rënë, domethënë masi që veç përfundoi lufta, kur e gjetëm njëri tjetrin, e di shumë kush po mungon edhe kush s'është më. Ka qenë një moment i jashtëzakonshëm i rënë me njëherë pas luftës, domethënë se na kur kemi qenë maturant, ne s'kemi pas mbramet maturës, jemi shpërndarë në mënyrën ma të keqe të mundshme, në kohë të luftës vitin 1998, dhe nuk e kemi ditë kush në cilin drejtim ka shku. Masi që është kry lufta. A ka emigru do kush? Po me gjithatë, edhe pse kanë emigru, kanë vazhdu shkollimit atje dhe janë mirë të pozicionum. Mas luftës, dhe më thonë, jemi taku shumë spontan me njëri tjetrin, sepse atër s'ka pas telefona, s'ka pas mundësi komunikimi si tash rrjetet sociale. Dhe ka qenë shumë e rënë, për shembull një rast bash njëri i fshatit tem, Avniu, po e përmendi me emër, me cilin kanë qenë 12 vjet me një klasë, edhe në fillore edhe të mesme pastaj, i cili ka qenë i burgosur. Edhe masi ka përfundu lufta dhe ka përjetu një tortur të jashtëzakonshme. I ka humb 2 vllazë në luftë, e ka humb babën, ka qenë me vllau në luftë dhe ka qenë në burg dhe ka qenë edhe me axhen. Dhe ai ka qenë një moment shumë i rëndë sepse na kemi marrë lajmin se ai ka vdekur në luftë. Dhe ka qenë pastaj një emocion shumë i rëndë, i përzim, ndjenjat përzime, një anon u gëzum që është gjallë, ishte e të mërshme kur e di shumë që është në burg dhe në dorë të kuj. Ndërsa nanën që ka qenë emocionet të jashtëzakonshme. Edhe ai, masi që është kthy prej burgut, ka fillu studimet, ka përfundu për matematikë, është një profesor i jashtëzakonshëm në Drena si mësim. Dhe thjesht jam krenare me atë gjenerat, është gjenerat e jashtëzakonshme. Kam qenë një vit në Gjermani, kam jetu në një familje gjermane. Po. Pas gjimnazit. Pas gjimnazit. Këm pas fatin, si gjithë shqiptarët me qenë refugjate, ndame prej familjes me që kësha fillu studimet në Prishtinë. Nuk kom dit as ku është baba, as ku është motra me fëmijë, dhe më thonë, përveç vllaut dhe 2 motrat që kishin migru ma herë në Gjermani, nuk e dija mo për këta tjerët, asa janë gjallë, asa janë vdekun, a janë të burgosun, as ku janë, as kanë me hangër. Për fatin e rënd, ose fatin e keq, edhe babën e pata të paralizum kohën e luftës, edhe mo ishte një moment shumë i rënd, kur nuk e din a jetojnë, a kanë me hangër, a kanë me pi, a kanë barna. Dhe më thonë, ka qenë shumë sfiduese, nuk do as me folë, me thotë drejtën për luftën, jo pse ndina unë keq, po duket që e kemi harru atë pjesë në aspektin... Shumë shpejt i harrojmë në atë pjesë. Prandaj po thamë, sepse tash për shembull, gjenerata jem,
në zonën prej nga unë vinë nuk kanë asnjë kujtim të dëshmuar që mundën me dëshmu. Nuk kanë fotografi. S'kanë fotografi, s'kanë video, s'kanë Shtëpitë e lodra, djegun, apo... Domethënë, shtëpia e babës ku jam rrit ka qenë e djegne me temel. Po nuk përmendet shtëpia, karshi jetëve të humbura që kanë qenë në fshat. Kur përfundoi lufta, a ishin të gjithë gjallë? Familja ime ngusht po. O mbledhëm pastaj se cilin nga drejtimi vetë, po kishim në rrethin familjar që kishim të humbur, kishim në lagje, dhe më thonë. Për shembull ka qenë shumë trishtues kur e kam kuptu që është vra një vajzë e lagjes time, Shpresa quhej, ja kanë marrë nanës vetë prej dore, në moshën 17 vjeçare, dhe mu vjen sot, kur flas me juve, mu vjen shumë keq që ajo nuk është shënju si që duhet në historinë e Kosovës. Sepse nëse burrat kanë luftu me pushk, e me mjetë luftaraka e ka luftu me thoj deri në momentin e fundit. Sepse kanë marrë prej nanës vetë, ja ka të shky këmishë nanës vetë, të mundu me umbaj. Dhe kur ka shku 100 metra, ma ne e kanë vra, se s'kanë mujtë me rezistu, sepse ka qenë në shëndetshme, ka qenë një vajzë e jashtëzakonshme, dhe e kanë vra. Do thotë, sot ajo nuk, unë mendoj që nuk ju ka jep epiteti i duhur. Dëshmorit, për shembull. Po, dëshmor a heroin du t'jepet, sepse ka luftu dhe në momentin e fundit. Ka ra heroikisht me thoj të u grif me ta. Dhe ka qenë një rast shumë i ronë kër e kom kuptu mas lufte. Pastaj ka pas 16 vjeçar që i kam vra, ka pas foshtin që i kam vra, dhe më thonë, ka pas ples që i kam vra. E ka qenë një moment shumë i ronë pas lufta, dhe më thonë, ka qenë emocion i përzim. Një në non ka qenë gëzim, që e liria, e pritëm këtë ditë, dhe ona tjetër ka qenë jashtëzakonisht e ronë. Pastaj, duke u rehabilitu në këtë pjesë, kam fillu studimet, me shoqe dhe shok të shkollës mesme bashk. Jemi taku në konvikte, e kemi kalu jetën. Çka ke përfundu? Kam studiu gjuhë dhe letërsi gjermane. E kemi bo jetën e studentëve pas luftës, në konvikte pa rrym, pa ujë, pa kushte, po me gjithat ka qenë një farë knatësie. Buke djathë e çaj. Buke djathë qaj s'kena pasë. Konvikt, po, ka qenë mirë, s'ka pas groje, s'ka pas rrym, s'ka pas ujë, po me gjithat ka qenë shpresa, ka qenë dëshira, ka qenë vullneti, ka qenë liria, ka qenë gjithçka. Vetë fakti që ke mujt me dalë e me hy në atë konvikt. Sakt. Pa të ndalë kërkush. Sakt. Ka qenë një përjetim. Ka qenë edhe guximi ma i madh. Ka qenë guximi ma i madh. Unë isho së 33 të më dëshprojnë pak. Ju mungon guximi, me kërku të drejtën e vetë, me kërku mundësit për veti. Hala sot kur kanë një kërkes, e delegojnë për mes prindit. Dhe këto se kuptoj. Jeta në konvikt pastaj, të thash, me gjitha peripetësit që i ka pas, ka qenë shumë e mirë. Shkoj qysh në atë kohë, për shembull, s'kemi mungu në asnjë ndeshje të basketbollit, kur kanë lujt, ju e dini mas lufte, ka qenë një eufori shumë e madhe. Po, ekipet tona, u formu ekipet tona. Pastaj na ekipi i vajzave që ishim, konviktet vajzave, di shumë ka erë edhe mi provoku, ne ka djemë sepse u baj shumë me ekipin e kundër që ata e përkrashim. Kështu që ma shumë thjesht për atmosferë, jo pse vërtet ishim ashtu, po ka qenë ekipi, për shembull Torciden, e kemi përcjellë vazhdimisht Trepçen, kur lujke basketbol, Prishtina, Plisat Knenaj që bajshin atmosferën e vetë, Arpagjikat e Prizrenit. Po me gjithat, aty u mblidhshim gjithë bashkë. Vetëm ajo neja, pas përëndimit djellit, për shembull, në borët konviktit, e ka pas atë knatësinë e vetë. Pastaj shkurja në bibliotekë me prit në renë, më quë herët, me shku në bibliotekë me nëzor renë. Do në vend, për me mësu. Për me mësu. Pritja në mens, për me hongër ushqim, gjitha pavarësisht sa kanë qenë mundimshme, e kanë pas atë knatësinë e vetë dhe janë ato kujtimet e mira, me ato zhitonat e metalit që i kemi pas me shku me hangër bukë në mendë. Sa të mungon ajo kohë? Nuk mungon. E kujtoj her pas here, po e kam shiju, edhe më vjen keq me përmend sepse ka shumë 33 që se kanë shiju fare.
Dhe më thonë, është e dhimbshme. Mirë, po je ma e pasur që e ke shiu. Jashtëzakonisht shumë. Jam shumë e plotësume dhe kam një pjesë, e kam si aset të rëndësishëm në jetën tem. Para se të kalojmë në një pjesë tjetër tënden, unë do të preferoja tani ta ndjekim recetën e Olës. Mirë, po ndërkohë derisa ju miq të nderuar e ndiqni recetën e Olës, unë do t'ja dërgoj Ganes një SMS pazarar, të cilin Gania ja dërgon 5 mikeve, miqve, kolegve, bashkëmendimtarve të saj ose edhe antarve të partisë së vet, dhe ta shohim se çfarë do t'jenë reagimet. Përshëndetje shikues të nderuar. Sot për ju kom përgatit një recetë e cila bëhet me një salcë shumë të mirë dhe me makarona. Unë ju kisha preferu t'i përdojni makaronat Grasano, janë shumë të shishme dhe shumë kvalitet. Edhe derisa të zihen makaronat, tash po e përgatisim një salcë. Kjo salcë është me ullin, pa fara i vene, ullin të gjelbërt, një tub magdanos, djath, 2 thelbi hudhër, vaj ulliri shkrela, një vaj jashtëzakonisht i mirë dhe i shishëm dhe shumë kvalitet. Dhe langun e gjys limoni. Dhe këto tashti vëjmë në blender dhe i përzi mirë. Dhe ja kthejmë salcën e përgatitur. I përzi mirë dhe kjo është e gatshme. Dhe ja shikues të nderuar, një pjatë shumë e mirë me një salcë shumë të mirë të përgatitur nga ullint. Dhe une me këto makaronat të shishme, që besoj që do t'i provoni edhe ju, ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mire. Miq të nderuar, ne e ndoqëm recetën e Olës, edhe Gania i dërgoj mesazhet në 5 adresa. Kujt ja dërgove? Ja dërgova Arianës, jo? Është Ariana Musliu Shoshi. Musliu Shoshi. Një kujt për Arianën. Ja dërgova një ushtarës, që është në Gjermani. Po. Edhe ja dërgova një asambleisti në Skënderaj. 3 u banën apo. 3. Ja dërgova një vajzë që punon asistente në kuvend. Po. Dhe ja dërgova ti me Kadriut. Shkun 5 SMS-a të Ganës, ndërsa tani po prej konviktit po dalim pak në një botë tjetër. Hajde. Ke përfundu studimet edhe tash fillon orientimi politik. Po. Pse PDK-ja? Pse Partia Demokratike e Kosovës? E para, në aktivitetin politik jem kys gjatë studimeve, para se me i përfundu, edhe kam qenë organizatën rinore, që ka qenë Rinia Demokratike e Kosovës, e cila ka vepru në kuadër të partisë. Në thonë të drejten, kur kam vendos me u kyç në një parti politike, ose me thonë aktivitet në një parti politike, pavarësisht që unë veç isha përcaktu për Partinë Demokratike të Kosovës, unë kam shku edhe të 2 partit tjera kam kërku programin. Në atë kohë, që ka qenë vitit 2000, fillim vitit 2000, kam shku të Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe kam shku tek Lidhja Demokratike, me kërku programin. Dhe më thonë, në velani të Lidhja Demokratike, kam shku edhe në Ulpian të Aleanca. Për fat, Lidhja Demokratike nuk më ka ofru program, Aleanca ma ka ofru një broshur ku ka qenë programi lidhën. Dhe ato 2 levizjet që i këmbo ma kanë forcu edhe ma shumë bindjen që unë duhet me qenë në Partinë Demokratike të Kosovës. Arsyeja e vetme, pse jam kyç në Partinë Demokratike, sepse shpesher kur e bëj këtë rrëfim mes miqve, më thonë se si je fund politik pa ambicie. Ambicjen e vetme në politike kam pas që përmes një hallke me pas mundësi me kontribu për vendin tem. Me qenë pjesë e dobishme e vendit të bë aktivitet. Dhe ma ka marrë menja që në organizatën e trive, në kuadrë të Partisë Demokratike të Kosovës,
nga aty mundem me kontribu në rritjen e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe pse atëherë ka qenë si mision i pamundur për shumë kënd, po thellë vete kam besu fort që Partia Demokratike e Kosovës do të vijë në pushtet dhe do t'i realizoj ato ëndra ose ato qëllime që unë i kam pas për vendin tem. Cilat kanë qenë një dy prej ëndrave tuaja që të cilat ke punu fuqishëm? Që të regoj e para, ka qenë një dëshirë jashtëzakonisht e madhe jemja në shaj falenderimi për këta djemë që dolën prej luftës, që unë me qenë mrapa tyne. Thjesht shaj falenderimi që unë me i përkra. Kjo ka qenë e para. Edhe dyta, kam besu fort që kur vinë këta në pushtet kemi me shpallë pavarësinë. Dhe në realitet të dyjat më janë realizu. Dhe më thonë, dhe në këtë pik nuk kam qenë e vetme. Ka qenë një gjeneratë tërë që kemi punu ditë e natë, pa asnjë kompenzim, pa asnjë kërkesë personale, me kushtet jashtëzakonshme të rënda, me vetë organizim, me vetë vullnet, kemi punu ditë e natë në teren, me aktivitete ndryshme, për me ndihmu Partinë Demokratike me arë në pushtet. Dhe po e tregoj këto, kur kemi arë në pushtet 2007, unë nuk kam synu asnjë pozitë në asnjë kabinet qeveritar. Jo e dini, institucionet janë kriju 3 janë atë kohë dhe kanë qenë mundësit pa kufi që unë me nëzoni një pozitë një vend punës në cilin do kabinet, në cilin do ministri, sepse janë udhëheq prej antarësisë tonë. Dhe unë nuk kam synu pozitë atila, sepse unë e kam realizu objektivin tim për çka unë jam kyç në Partinë Demokratike. Dhe në atë kohë unë kam vazhdu me punu si sekretare Rinisë Demokratike në qendër, sepse kam qenë sekretare e përgjithshme Rinisë Demokratike. Memli ka qenë kryetari Rinisë Demokratike në atë kohë, kemi bërë një aktivitet jashtëzakonshëm. Dhe në momentin kur është shpall pavarësia e Kosovës, unë më kthy në Skënderaj me punu. Pse u ktheve në Skënderaj? U ktheva në Skënderaj për 2 arsye. Atje e kam një vetën gjithmonë ma të konektu me njerëz. Ma të lidhun. Për shkak se jemi rrit aty, për shkak se kemi pas një komunikim dhe qyteti i vogël ta krijon atë mundësinë dhe atë luksin me undi gjithmonë. Absolutisht po. Dhe kum dash me dhoni shembull për vajzat e reja që me pa jetën edhe aty, për shkak se në shumicën e rasteve në atë kohë ka ndodhur momentin që janë arë studime, nuk e kanë pa veten më u kthy me punu në Skënderaj, kam punu si shefe e kabinetit të kryetarit në Skënderaj, dhe me një herë në atë kohë unë jam kandidu për asamblej komunale. Dhe si aktiviste e rinis, si të qenë prezent në Skënderaj gjatë gjithë kohës, do më thonë, më vjen shumë mirë që qytetarët e Skënderajit në atë kohë më kanë vlerësuar shumë dhe më kanë votu, kam qenë dhe asamblejistat më të votuar në Skënderaj në atë kohë, edhe pse sistemi për asamblej komunale i vazhdon të jesh njëra prej të votuarave edhe tash? Edhe tani, po. Dhe ka qenë një motiv i jashtëzakonshëm ose një vlerësim i jashtëzakonshëm i punës time. Dhe prej atëherë unë mo nuk jam dalë, dhe më thonë kam punu. Por, thash edhe njerë, ky që jam politik, ka qenë aktivitet vullnetar për Partinë Demokratike të Kosovës, me qëllimin që një ditë këta djemë të cilët janë kanë gjendje me vdek për vendin e vetë, e disha që kanë me bërë dhe më të mirën të mundshme për vendin e vetë. Kështu që kjo ka qenë ëndra dhe ndihem jashtëzakonisht mirë që ku mujtë sa do pak me dhonë një kontribut në atë proces që s'ka qenë absolutisht i lehtë, sepse fillet e Partisë Demokratike nuk ka gjendë lehta, jemi paragjyku shumë, jemi diferencu shumë, jemi luftu shumë. Janë çështje që dihen. Edhe publiku i din të gjitha. Por mu vjen shumë mirë se me të njëjtën emocion ndoshta qysh fola për kolegët e shkollës mesme, me të njëjtin emocion flas për aktivistat e Rinisë Demokratike të Kosovës, me të cilët unë kam punu, sepse kanë qenë aktivistat vërtet. Kurse kam pa veten përpara shoqënorës së të përgjithshmes, dhe kjo më ka bëmu një mirë. Sot, i ke të gjithë janë profesionistat mirë, janë të sistemum në për pozitat ndryshme, asë një nga ta nuk përflitet, as për korupcion, nuk përflitet as për ndonjë marifet që jemi mësu me një në për media tona, po se cili që është e kryen detyrën me nder, me përgjegjësi të lartë dhe është
i gatshëm me kontribu për vendin dhe mu më banë jashtëzakonisht më ndi mirë edhe kjo fushë. Nëse, tash, pavarësisht sfidat që i kum kalu një jetë, të më thonë, dhurata ma e madhe që Zoti më ka qu është që më ka taku me njerëz të mirë. Gjatë rrugtimit tem jetësor. Më ka marrë shumë nga jeta, që është në fëmini, por edhe më ka dhonë shumë duke u taku me njerëz të mirë, që sot ndjena jashtëzakonisht falënderuese ndaj Zotit, po dhe ndaj aty në njerëzve me cilë. Unë jam shoqëruar në periudha jo të lehta, sepse na folëm për fëminin, folëm për shkollën e mesme, po edhe koha studimeve s'ka qenë e lehtë. Do të thonë, me ardhë, ndëgjo, Prishtina, Prishtina është sfiduse. Prishtina është sfiduse. Se Prishtina është e gjithkujt, por nuk është e kërkujt. Sakt. Edhe tash me ardhë në Prishtinë, pa e pas kërkan, në aspektin e kam fjallën të familjes, mbështetjes, mi marrë vendimet, pa e pas dikan afer, me thonë, bane ose mos e banë, ose jam me ty, ose nuk jam me ty për rastet saktume. Dhe unë për çdo veprim që mu ka dash me marrë këshilla prej Gjermanisë. Me fol me motrën time në telefon, me u konsultu, gjere gjatë ndoshta i ka kushtu telefonin 1.000 euro, të më dhanë mu sugjerime dhe të diskutu për tema të caktume. Kështu që nuk ka qenë as pak e lehtë, por me gjithat jam jashtëzakonisht krenare. E kam bërë rrethin edhe këtu, po kur jam këtu në Skëndera, që isha, se më pak me këtësy për temën temë, dhe më thonë, aty kam gjetë atë përkrajen maksimale, cilën edhe sot e asaj dite e kam dhe jam shumë falenderuese, dhe kur jem kandidu pastaj për deputete, jam ardhë fuqishëm. Kur jem këty në Prishtinë, jem këty fuqishëm, dhe më thonë si politikane. Jem këty si aktiviste atje dhe jem ardhë vazhdon të qëndrosh shumë fuqishëm në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, pavarësisht që je 20-a, 22-a, nuk e di. Që aty dikon një? Në listë? Në listë. E 12-a kam qenë. E 12-a. Dhe për koincidencë edhe e 12-a kam dalë me vota. Djem burra e gra. E jam e treta nga vajtë. Ashtu, votat i ke shumë të mira. Kam qenë edhe 81 në listë, po... E dim edhe atë ko. E dim edhe atë ko. Se kom pas problem, që që. Mirë po, pri këtu desha t'ja dërgoj një përqafim shumë të ngrohtë motrës për komplet mbështetjen që ta ka dhënë gjatë jetës edhe gjatë rrugtimit tënd. Dhe vazhdon të bëjë për sot. Jo vetëm në shkollim, po edhe gjatë rrugtimit tënd politik. Ndërkohë tani nuk që fatkeqësisht unë s'jam kthy. Fatkeqësisht unë përderisa ajo ka qenë leitmotivi jetës tem, ka qenë udhërëfys, ka qenë mbështetja më e madhe, unë fatkeqësisht nga mentalitetin cilin jetojmë dhe rreth e ambienti ku na jetojmë, veprojmë dhe punojmë, unë jem kthy në pengesë për zhvillimin e saj dhe kjo është e dhëmshme. Dëgjoj, ti duhet motrën ta konsiderosh si një zëvendësim të nanës, e fëmija nanës kur nuk mund dhe të mja kthy atë që nana e ba. Është dhimbshme kur bash pengesë. Kështu që... është shumë e dhimbshme kur ti bash pengesë. Por ajo ka vazhdu atje. Ajo ka ngel në vend. Jo, ajo është... Unë thash jam shumë krenare për rrugtimin e saj. Absolutisht. Dhe pak gra edhe vajza kishin mujt me mbjetu rrugtimin e saj. Të vetë në ashtu. Sepse ajo ka shku në shkollë para meje. Unë e fola për peripecit e mia gjatë shkollimit të mesëm, sidomos, se pastaj kur del në fakultet është diçka tjetër, po në shkollën e mesme është ajo barjera kur ti është dash me thy atëherë, dhe ajo i ka thy para meje ato barjera. Dhe ka qenë aktive, protesta, demonstrata, pajtime gjatë që, do më thonë, ka qenë gjithkun prezente. Pastaj, rruga e gurbeti është për burra është Tiranë, jo për gra. Po nuk ka leju me mund dëshprimi, nuk ka leju me mujt frustrimi, pesimizmi, po ka vazhdu studimet edhe sot, unë jam shumë krenare, është magjistër në 3 drejtime, ka magjistru në Gjermani dhe kjo më banë mundi jashtëzakonisht mirë. është storje e suksesit. Se cila vajzë e rej do të devion të me shku nga një fshat i thellë i Skenderajt, me shku në një metropol si që është Berlini. Ose ishte martu? More, martesa, apet kishë një zgjidhje ose një strej, po problemi është kishë mujtë me marrë kultura deviantë, se... Absolutisht. Shumë e sakt.
Nuk po të pyes tash si janë punët, se krejt po i shohim, ka njëre po e ndrojmë kanalin, se s'po dojmë mendi. Sa më shpesh ndronë. Por do të kalojmë në një situatë komplet tjetër, por pasi që ta ndjekim recetën e Rudit. Përshëndetje miq të dashur, si çdo të diell, edhe sot jeni me një ku tjetër në muaj gjuhës me gjerin. Për sot do të përgatisim një dekor të një ëmbëlsire për fëmijë. Këtu i kemi disa figura të cilat mund t'i gjeni të gatshme për t'i blerë në vendet ku shesin produktet të pastiqerisë. Ndërsa tortat, unë i kam përgatitur më herët, edhe tani kemi panën të cilën do t'a rrojmë me mikser dhe vazhdojmë me dekorin e ëmbëlsirës. Pana është e gatshme. Marrëm një shpatull, e përzim panën para se ta vendosim sipër ëmbëlsirës. Posim në pjesën sipërme dhe fillojmë në pjesën anësore. Ëmbëlsirën mund ta përgatitni një ditë më herët dhe ta vendosni në temperatura në minus, preferohet në minus 20 gradë. Mirë po, gjithmonë duheni të siguroheni që në pres mos të ketë produkte të cilat mbajnë erëna të forta, si mishi i kuq, qepa, hudra, pasi që ëmbëlsirat e marrin me njëherë aromën e cila është më e fortë se ëmbëlsira që është përgatit. Kemi këtë rafshusën. Fillimisht e rafshojmë pjesën e parë të tortës dhe kemi pjesën sipër të cilën kemi me rafshu. Vendosim pjesën tjetër prapë poshtë, pasi që kemi me rafshu dhe njëherë pjesën anësore të ëmbëlsirës. Dhe vazhdojmë derisa ëmbëlsira të jetë e rafshtë. E pastrojmë edhe mbajtsen e tortës, apo diskon si që themi, në pastiqeri dhe fillojmë me pjesën e dekorit. Figurën unë e kam marrë të gatshme, po e vendosim në mes të ëmbëlsirës, si dhe këto lulet të cilat janë të përgatitura, lulet e kamomilës janë të përgatitura me pastë të sheqerit, të gjitha, domethënë konsumon, kemi mi vendos vende ku na duket njëve më bukur për sy. Nuk i vendosim në këtë pjesën mbrapa fillimisht. Zakonisht i vendosim edhe me pinceta të pastiqerisë, mirë po kësaj radhe unë po i vendosi me dorë, pasi që edhe lulet janë më të mëdha. Për ditëlindje të fëmijëve, jo gjithherë duhet që ti bleni ëmbëlsirat, mundeni edhe t'i përgatitni vetë në shtëpi. Kjo është një ide e thjeshtë që mundeni shumë lehtë me përgatit së bashku me fëmijën e juaj. Shqyqojmë njëra, kemi mjaftu shumë lule në pjesën përpara, ja vendosim të lartëni, edhe këtu. Në stelojmë edhe lullën e fundit për vendosim këtu. Dhe jam miq të dashur, shumë e lehtë, apo? Provojeni edhe ju në shtëpi, keni me pa që ja delni pa problem. Dhe kjo është një dekor i thjeshtë, mirë po shumë i lezetshëm që fëmijëve ju pëlqen shumë. Mos e lëni pa e provu. Deri të diellën e ardhshme në vjeçë. Gane, këtu i kemi një 5 pyetje në kajmak. Këtu, zemra jeme, pyetjet i bën Ben Apolloni dhe zakonisht i bën pak spicy. Bene. Po, edhe ta shohim se çka ka përgatitur për ty. Beni bashkë me Milotin, zakonisht rrin ashtu, unë nuk e di çka ka mrena. Beni a çon Milotit, Miloti i preni rahaton, i qetë. Edhe unë veç i ndi kur ti lexon ti se mu, më thojshin mos ka bëm i prek se ty dhlimen mësafirt edhe nuk ja shtron pyetjen hiç. Kështu që fillon me kavanozin e parë. A i përzima veç kështu? A do të një hargju tanat? Jo, një prej aty, një prej këtu, një prej... Do me thanë, prej çdo kavanozin nga një pyetje me. Okej, kjo është konsumu. Që ma jep këndej. Pyetja e parë Gane? Çka mendon familja juaj kur të sheh në aksion në parlament?
familja ime e din që nuk marr asnjëherë detyra dhe punë që nuk i zotnoj. Nuk hezitoj me i thonë jo, se ndjena ma komod me thonë nuk për marrë, se vetë sa me qenë aty, e urrej këta, edhe e din. Dhe i kemi punët e ndame, se cilin punët vetë. Kështu që e kam për krajnë e familjes, veç tregova në rrugtimin tim jetësor që ka baj, por ata e din që punës që nuk i dalë zot, nuk i hy, kështu që e kam për krajnë e familjes time, nuk kam najfar të lashën, këta e letë ko ka kanë, kush e kanë. E ka bo Beni, valla. Beni i shkruan, ky i ndonë, i qetë në për kavanoza. Po thot, ka raste, kur ti kritikon dhe i mjaft e ashpër, por edhe krijon situata komike, kur ulesh e thu vetë me veti pse bre nuk e thash edhe këtë edhe atë. Me thonë drejtën, unë nuk ullna me thonë pse thash atë Se i ose thom. këtë, sepse thash ma herët fola për lirin, konceptin e liris dhe jam e lirë në gjitha dimenzionet. Kam lirin e të menduarit, lirin e të shprehurit, lirin e lëvizjes, lirin e veprimit dhe atë që ka duhet me thonë e thamë, nuk hezitoj. Nuk e lënë për ma vonë. Jo, absolutisht. Dhe me thonë, vjen keq, po nuk kam momente tilla, ndërsa sa i përket çështjes që ka thonë, kritikon je ashpër, unë mendoj që gjanat duhet mi thonë drejt për drejt, dhe duhet t'jesh e ashpër ndaj keqmenaxhimit, duhet t'jesh e ashpër kur ty të cenohet demokracia në vend, duhet me qenë e ashpër kur mohohet e drejta dhe liria e medjas, kur dikuj i bëhet e pa drejt duhet ashpër me reagu. Nuk i nevoj mirara të rreth, thuja troq, jetë duke gabu edhe kjo nuk tolerohet. Absolutisht. Ordra. Po thot, nëse parlamenti do ishte një serial, të themi serial turk, cilin rol do ta kishe, rolin e heroinës apo rolin e sherrës e familjes. Tani, sherrën familjes kam qenë kur, të më thonë edhe nëse pytet familja, jo vetëm familja ngushtë, po dhe familja e gjerë, jam shumë e vedishme që s'ka me dhonë kërkush një përgjigje që unë kam qenë sherrë. Të mos s'kam qenë sherrë asë njëherë për kundrazi, kam qenë monoton ka njëherë qaq që kam qenë e urtë dhe qaq që kam qenë e heshtu në familje dhe edhe në rrethin ku unë jetoj. Ashpërsin ma ka falë politika dhe në politik nuk mund është pa qenë e ashpër, sepse në momentin që nuk je ashpër, ta keq përdorin modestin, ta keq përdorin kulturën, ta keq përdorin edukatën dhe marrin si të mirëqen kur ti nuk reagon ashpër, dhe nuk e qare pa qenë ashpër. Sa i përket rolit heroinës, nana e ma kanë gjitë emrin e Ganimit të Tërbeshit. Kështu që... Është e mundën që ajo e ka tërheke dhe Benin që e ka thonë, sigur, emri. Pse nuk e di në Gjakov, aja kanë ba një shtatore, dikuna se kanë ba. Se veç burra që ba një shtatore. Në një shkallë nga 1 deri te papuqja në dorë, sa e durushme je. Ate e ke ikonike. Papuqen e ke ikonike, gone. Papuqen edhe qershijat. Kpuc ka qenë. Kpuc. Pavarësisht, po nanat shqiptare njifen për papuqe. Njifen për papuqe. Po. E kanë e gjujnë me papuqe, sherrin e gjujnë me papuqe. Por i ke dy gjëra ikonike, i ke papuqen edhe qershijat. Dëgjë, me atë që nuk është serios në punën që e ban, nuk punë është mu sjellë serios, se nuk e kupton gjuhën e seriositetit. Prandaj edhe dush me gjetë metodën që m'ja tregu vendin. Ato kanë qenë 2 momente shumë interesante, sidomos te Kpuca ka qenë shumë interesante, sepse ka qenë mandatin im i parë. Tash jam mandatin e 7. Dhe mandatin e parë ka qenë shumë e rrallë me qenë dikush i ashpër, edhe me qenë dikush i drejt për drejt, aq ma tepër një vajzë. Dhe thash edhe njëherë, durimi humb aty ku e she që po dëmtohet vendi yt. Durimi humb aty ku e she që po shkatrohet e armja vendit tanë. Dhe në momentet kur e shoh vendin tem duke u shkatru, edhe të armën e vendit tem duke u shkatru, nuk kam durim.
sepse nuk duhet këtë durim. Momentin që ne vazhdojmë pafundësisht me durim, e kemi një gjendje që kemi fatkeqësisht sot. Kështu që durimi ik. Nuk duhet këtë durim, nuk du me Jo, pas. fare. Thjesht s'du me pas durim. Jo që s'kam durim, por nuk du me pas durim. Absolut. Momentin kur unë hesht edhe duroj, kur mbi sakrificën e vendit tem, instalohet një diktatur, instalohet një sistem komunist, unë se meritoj me qenë atë kuvend. Prandaj nuk du t'jeme e durushme. Shumë bukur e thënë. Nëse do t'a kishe pullën e parlamentit për të mbyll gojen dikujt që të mos e hap deri në fund të këtij mandati, kujt do t'ja kishe mbyll. Janë shumë për Zotën. Janë shumë, edhe këtu do t'a e tham pas një rezervë. Do më thonë, ja kisha mbyll gojen të gjithë atyre deputetëve që nuk e dinë rolin e vetë. Aty jam edhe unë. Ja kisha mbyll gojen të gjithë atyre deputetëve që mi abo qefin shefit, janë gjendje me shkatru gjithë shka në këtë vend. Që e morën në qafë shefin të ja borrafsh. E fatkeqësisht, në kuvendin e Republikës Kosovës, pjesën mes, ose më thonë ma konkretisht, koalicioni Lëvizjes Vetëvendosje, lista Guxo edhe Alternativa Demokratike, i kanë edhe do të pavarur që i kanë marrë ato, 80% grupi tyne nuk e di në rolin e vetë për çka janë kuvend. Dhe kjo është e dhemshme, kjo është e pafalshme. Një deputet që nuk guxon me thonë kryetarit partisë vetë, nalo e se keq e ki, jetu e shkatru vendin, jetu i bo dam, ai nuk e meriton me qenë. A e mendon që e din ata? Që e din që po ban dam, e din, po janë servila. Këtu është problem. Ajo është edhe ma keqe. Prandaj po tham, ja kisha mbyll gojen fare, sepse mos fal, nëse nuk jenë gjendje me mbrojt vërtetën, nëse nuk jenë gjendje me kontribu për të mirën e vend, mos fal hiq. Para që tu që s'pedin edhe hajt falet në ashta. Mos vazhdo. Jo, nuk falet. Falet për çka? Ndoshta i falet Deputeti që vjen kuvend. Populli nuk falet. Deputeti që vjen kuvend edhe ngrit dorën, që shti vjen mesazhi, ai nuk e meriton me qenë deputet. Deputeti që e qënë dorën me folë dhe flet, që shi ka ardhë letra shkrume prej... Pedim kuj? Nuk e meriton ai me folë, prandaj kjo pyetja fundit ka konë këgja me specio, po... Faleminderit Ben. Me fafaron. Faleminderit Beni për pyetjet fantastike, përgjigjet edhe më fantastike. Po, tash po më vedh më rang mi po çka kanë qenë ato tjera. E nuk e dim, tash i ke pas 5, se na e titullojmë 5 në kajmak. Kjo është fati. Ky është fati. Ndërsa në këto çaste miq të nderuar, do të doja ta ndjekim recetën e Deas. Dhe pas recetës së Deas kemi edhe 10 pyetje për ganimetën, 10 pyetjet për të cilat e kërkojmë vetëm një fjalë si përgjigje. Të dashur miq, po takohemi edhe sot si çdo të diel tjetër në kuzhinën tonë të përbashkët në pjatën e bebit, e cila u bë pjata e familjes shumë shpejt, mu po mduke që ka kalu shumë shpejt kjo kohë, beba jonë e përbashkët u rrit edhe tash kemi kalu në receta për gjithë familjen. Si çdo tjetë receta e sotme. Unë mendje t'u ardhë këtu e pata me përgadit një salat, mirë po kur erdha këtu të gjeri e pash grasano, fasule, thash po e bëj një salat me fasule, që të kemi edhe salat, edhe perime, edhe proteina bimore. Pra e kemi këto fasulet të cilat une me një herë pa e pyet gjerin heq, ko me i zi. Për këtë salat, na nevojitet vetëm një gjysmë gote fasule, po e shpëlojmë një herë mirë, edhe po i zim. Pasi ti zim, mandi ju tregoj që shëbojmë salatën. Pasi kemi shpëlo fasulet, ja hedhim edhe një gotë ujë. Deri sa fasulet të zihen, ne do të bëjmë salatën. Po e shihni këtu, kjo është një salat mediterane, dashur miq. Kemi djath feta, kemi tranguj, domate, edhe qepën e kuqe. Nëse keni qep të njoma,
mundeni edhe qepën e njom. Unë sot e përzgjodha qepën e kuqe, e ju që jeni shikues të rregull të emisionit tonë, dini që qepa e kuqe është e preferuara ime, edhe gjithmonë e përzgjedhi qepën e kuqe. Së pari, ja kemi hedhë qepën, po e prej djathin në kubza. Djathin e kam përzgjedhur për sallatë, pak më i fortë. Fasullet u zinë të dashur mes, edhe kështu e kanë kur është produkt kualitativ, zihen shpejt edhe na e lehtësojnë recetën tonë. Unë po ja hedhi tër masën kësaj sallate, për shkak se na nevojiten proteina, na nevojiten fibra. Tash po shkojmë edhe ullinj, për shkak se tash që kjo do t'jetë një recetë mesdhetare. Kështu që ku ka receta mesdhetare pa ullinj edhe pa vaj ulliri. E ku ka vaj ulliri tjetër pos vajt ullirit shkrela, cilin ju kom tregu e porositni në rrjete sociale, gjithkund e keni në Facebook, në Instagram. Shkojmë i hedhim krip, edhe kripën ja hedhim pa dhimt. Pa, dashur mes, kjo është një sallatë ekstra fantastike, tepër e shijshme, tepër e lehtë me u përgatit, sidomos për ju që jeni në dietë, mundeni me fillu dietën me këtë recetë. Me kaq, po ju uroj një të dietë të këndshme, po ju uroj shumë shëndet, edhe po ju uroj çdo të mirë deri të dietën e ardhshme. Tung. Tani, Gane, i kemi 10 pyetje. Përgjigjja duhet me qenë vetëm një fjalë. Do t'i bindesh partisë apo do të qëndrosh tek bindja personale? Me raste. Me raste. Kur është pyetje Kosova, janë të bindjet e mia personale. Shumë bukur. Je për diplomaci apo për sinqeritet brutal? Problem që na keni kufizu vetëm me një fjalë, sepse jam për asnjënën. Për asnjë. Për asnjë. Okay. A anon më shumë ka kompromisi apo konflikti? Kompromisi. Vendos me mendje apo me zemër? Të dyja bashkë. Në një situatë të rëndë, do të qëndroje në heshtje apo do të përballeshe? E tha. Praktikoj me u përballë. Po, e tha, ma herët e tha. Krijon strategji apo spontanitet? Thash mbaret nga rasti. Sepse strategjia jo gjithmonë funksionon. Falë që nështë apo zgjati me koment, po ti mundesh me bë strategji, po spontaniteti të fshin. Çka është më e rëndësishme për ty? E sotmja apo e ardhmja? Pa të sotme s'ka të ardhme. Pse e kom ditë këtë përgjigje? Pse e kom ditë që keme u përgjigj kështu? Për shkak të një çështje më madhore, do ta prishje aleancën apo do t'i thyje parimet? Do t'i prish aleancat. Me kë do të pije kafe pas një seance të rëndë parlamentare? Me ti me Kadriajn, me Jehona Shytin, apo me Donika Gërvallën? Me dy të parat, me kënaqësinë më të madhe, me tretën asnjëherë. Kush ta ka hatrin më shumë në PDK, burrat apo gratë? Asnjë na palë. Asnjë na palë. Këtu përfunduan të gjitha, jo bash të gjitha pyetjet për Ganën, se e kemi dhe një pyetje në fund. Mirë, po nuk dua ta përfundoj. Jo, desha këtu, kur thash asnjë na palë, me që ishte pyetja e fundit, ndoshta më jep me të drejta. Po, patjetër. Nuk kam marrë me hatër, domethënë nuk kam fitu kur gjën në Partinë Demokratike me hatër, asnjë pozitë se kam marrë me hatër. Domethënë kam marrë me shumë punë, me shumë angazhim, me shumë përballje brenda përbrenda, sepse jam shumë e zëshme brenda partisë time, se sa edhe në kuvend ose ndaj pushtetit, sepse konsideroj që një njeri që don vendin e vet, edhe don partinë për cilën punon, e kritikon. Unë jam shumë kritike brenda partisë, se du me pa partinë mirë. Nëse është partia e fortë dhe është e drejtë, atëherë ti kemi pas edhe shtet drejtë. Faleminderit për këtë përgjigje edhe Është kënaqësi. plotësisht tu ka leju kjo përgjigje. I thyejm rregullat, se na pëlqeu përgjigjja shumë. Ndërkohë, miq të nderuar, para se të shkojmë tek pyetja e fundit e Ganës, ne do ta paralajmërojmë një gjë të re që e kemi.
Çdo muaj, një herë në muaj, do ta kemi nga një recetë franceze të krijuar nga shef Christophe Dauvergne. Është ky një projekt i përbashkët me shtëpinë e tij kulinare dhe vetë shef Christophe. Hello, we're from France. My name is Christophe, My name is Nathalie. and we are looking for old French menus we brought from France. A few menus to make an introduction to French cuisine, and with this menu, we're as well doing some recipe which has been filmed. You will have 10 recipes on TV21. Follow us. Nous sommes venus pour faire des recettes françaises. On vous attend sur TV21. À bientôt. À bientôt. Welcome to the French Residence Kitchen. We are going to cook today a classic French recipe. We're going to do choux pastry. Very simple, but very useful. So first things, you need to do all the ingredients. I will need some water, butter, a little bit of flour, eggs, and a pinch of salt. The first thing is to make the water to boil with the butter on it. Then add the butter, a little bit of salt, put the lid on the top, and bring it to the boil. So when it's boiling, the lid is very important because it keeps the butter and the water inside, and we measure everything, so we're sure it's inside. When it's boiling, at once, just put all the flour on it, and then turn it. You need to have no lumps on it, and you just make a dough like this. Then you go back on the stove, and you will remove a little bit of the moisture in it. So you just need to cook it a little while, and you remove a little bit of the moisture. You know it's all right when it's make one whole piece, and you got a little bit on the bottom over there. I need to put the eggs on it, but if I put it straight away on the pan, it's hot, so my eggs are going to cook. So I just put like this, and I will add the eggs, but one by one. And instead of whisking it, you're just going to cut it, like if it's a knife. Just go like that. And I will put another egg when I will have finished to put the egg really together. The dough needs to be like proper dough, not like bitten pieces like this. When it's nearly made like this, you just crush it on the side of your pan or your dish. So when it's back on one piece, you can add another egg. And then start again, same thing. So I did add my eggs, not all, you see, there's a little bit left over. The trick is, if you want to put a little bit more eggs than one whole egg, but just half an egg, you just beat it. And you add it slowly by slowly. What you need is some pastry which looks like this. Makes like a bird's nose, I don't know the name in English. Okay, when it's like this, it's finished. It's ready. You can use it straight away, or if you want to keep it, film on it, just put something just close to it and keep it to the fridge, but no more than 24 hours. So now I'm going to prepare my piping bag, and we're going to put the choux on the tray. But before, to do that, you keep the eggs you've got here, you add a little bit of salt on it, and just gently, that will glaze the choux we're going to do. We're going to put it on top, and it will help to have a nice color and keep a little bit of its shape. So we're going to do simple choux to make choux à la crème. Okay, let's go. To put in the piping bag, you just turn it, push inside so it avoids to coat there. Then put on your hands like this. Just on your hands like this. You see? Very easy to do. Put on your tray like that. Use a clean one and you push like that. And then you turn around your finger. Then here, a little bit of my choux pastry. Here, 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 and there. That keeps the paper on it. And then you go up, you press, you stop, you lift. You press, you stop, you lift.
press to stop. Then we're gonna add the eggs we mixed with the salt, just like if we are a painter, a little bit. And then you brush from right to left by pushing it a little bit. So my shoe are ready to go in the oven, but before, as I'm going to do it for dessert, we'll add a little bit, very little brown sugar on top, just to give a little bit of flavor and to caramelize in the oven. Here we are. Now we go in the oven, and in 20 minutes should be cooked. So choux pastry is cooked. Take like piping bag, but metal one. Make a small hole inside. So you just prepare everything like this, and then piping bag. Just go in the underneath it, and you go slow, 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 and you will have to feel it in your hands. Nice and slow, and you turn it so you go everywhere on the shoe. And you carry on doing all the shoe you got. Enjoy. Pam recetën e shef Kristof Dovernjë, ndërsa tani I kthehemi SMS-it. A kemi marrë ndonjë përgjigje, por mos ma e lexo në rast se e ke marrë, se më duhet ta lexoj fillimisht unë SMS-in që ta kam dërgu. A kemi marrë? Po, kemi marrë. Okej, shkojmë fillimisht ta lexojmë se çka I kemi dërgu ne Ganes. Tash, Gania ka dërgu këtë SMS në 5 adresa. Po më propozojnë për presidentet të Kosovës dhe sinqerisht jam në dilemë. Nuk po di a me pranu apo me vazhdu si deputete me krejt angazhimet që I kam. Çka po thuti? Si ta kanë kthy? Edhe na trego kush si ta ka kthy. Jo. Ariana jashtë Kosovës. Ma ka shu presidente. S'ka bas pikpytja s'kur që mu ka drejtu si president Ariana. Do me thonë është punë e kryme? Po, më ka thirë në telefon që unë se kom ha. Arianës ja bëjmë një selfie, ja dërgojmë. Edhe ma ka shu pastaj me shkronjat mëdhaja komplet. Presidente e moj. Do të thot ajo e suporton. Ariana, po. Vazhdojnë tutje me përgjigjen tjetër. Besarta. Po më shumë për një me, a veç kandidate apo me marrëveshje? Timja, ta ka kthy Timja? Ashtë do shohem. Një asamblejtë Skëndera, I qytetit, më ka thirë, ka dosh me dita po bëja I gara, e ka për me, më ka thirë si jam lajmëru dhe ma ka shu lajmëro kur kish ko. Po du me vetë po shumë. Ti me Kadriu ma ka shkru po. Po. Vetëm po. Do të thotë pranoje. Do më dhe mira është që në përgjishë gjithë. Pa tjetër, pa tjetër. Në një rast urgjence, një kërku fale se kjo mesazh ka arë prej teje, jo prej me. Tash mundesh me e ba një selfie edhe m'ja dërgu të gjithve edhe me I thonë prank nga Gjeri. E keni se jam në emision të Gjeri. Lirisht. Tash më ka thoni... Po? Kjo është e fundit. Kjo është e fundit. Po? Kjo ka shkru gjatë. Wow! Po nuk do t'i lexoj gjitha, do lexoj vetëm të parën. Okej. Pjesën e parë, pastaj tjera t'i lexoj mund e ti. Ma ka shru Gane, me shumë eja. Thot, po ku ka ma emër të dinitetshëm se ty? Po, çdo qytetari I ke nejt besnike. Nuk e ke votu gjykatën speciale dhe ka fillu mi ka rendit arsyet pse, dhe pastaj ka kalu në opozitarizëm. Që me votat qytetarëve kalon. Edhe mas vetës I kishe bajagi
disa veta që me gjitha atë unë i qpoj shumë. 2 vota në kuvend i pasna. Po, 2 vota pa tjetër. Arianën edhe Timen i pasna në kuvend. A përshek, kështu që nuk i dihet kësaj pune. Dhe kom pyetjen e fundit për Ganen. Gane, pse të kemi thirë? Pyetje kogja sfiduse. Pse të kemi thirë në majët gjuhës? Ka shumë deputete, ka shumë ftyra publike, ftyra politike, pse të kemi zgjedh pikrisht ty? Mendoj nga mënyra e komunikimit që e kam edhe nga liria ime e të shprehurit e të menduarit, thjesht pa komplekse, nuk pa filtra. Pa filtra, nuk atë që e ndje e thëmë, edhe kjo nuk vjen me që banë kështu. Ne e dim që nuk banë. Nuk e di është kjo arsyeja, po unë mendoj që është kjo, thjesht ka nevojë edhe publiku edhe opinioni për njerëz vërtet. Dhe unë e di që në Kosovë ka shumë njerëz vërtet. Dhe ty të përgëzoj për punën që e banë jo sot, jo në këtë emision, jo pse unë jam këtë emision, po janë bërë dekada që ti jep publikut mjaftueshëm, kështu që uroj me të shpërbly nga ana e publikut si zakonisht. Faleminderit shumë. Dhe t'inkurajoj që sa ma shumë personazhe pa komplekse, pa paragjykime, pa vetë pengesa, pa autocenzur. Pa autocenzur, që vire thojnë vërtetën, këshme qenë shumë a mirë. Kështu që jetu e bo, vazhdo. Nësë është kjo arsyeja që më thirë, faleminderit. Shumë të faleminderit. Arsyeja që të kemi thirë është se ti je, ne e kemi shkruar ashtu si e shkruajnë të gjithë, ti je VIP, por kur e themi VIP, nuk e themi pse je VIP, pse je deputete, po pse je shumë e rëndësishme në partin ku vepron, je shumë e rëndësishme në Parlamentin e Kosovës dhe komplet puna jote çmohet prej publikut, çmohet prej popullit, kështu që do t'ishte mkat unë mos të kisha ty në emision. Shumë faleminderit. Kështu që të faleminderit shumë për krejt punën që po e bën. Shumë faleminderit. Faleminderit që ke gjetë kohë, e di që midis 2 seancave ke ardhur. Po tash më duhet me shku seancë kemi. Unë kam marrë me kënaqësinë emisionin e juaj dhe të falenderoj shumë për vlerësimin. Shumë të faleminderit që ke gjetë kohë, e di që je shumë e ngarkuar dhe kjo shkon për ty. Faleminderit shumë. Veç të mbulojmë këta VIP se më thirrin me shku në Big Brother pastaj. E keni Big Brother në parlament sa dush. S'ki nevojë në Big Brother me shku. Dhe miq të nderuar, kështu duke bërë pak humor dhe duke e përfunduar në një atmosferë shumë të relaksuar dhe shumë të mirë, si edhe zakonisht ndodh me Ganen. Unë ju përshëndes, ju uroj që ta shikoni Ganen në parlament dhe të shikoni se çfarë bën Gania në parlament. Shikoni edhe ata tjerë që s'din me fol ose që flasin ndajherë në troll, por këtë fytyrën kështu trumbullakët, të trash, e shihni javën që vjen. Miru pafshim. Shumë faleminderit.